Mirëmëngjesi Shqipëri, sot ndodhem në Valias të Kamzës, ku do ju prezantoj me një histori frymëzuese. Historinë e një djali që pavarësisht se jeta e ka përballur me vështirësi, ai është me aftësi të kufizuar, sot do na tregoj rreth punës së tij. Punon si specialist informacioni në qendrën multifunksionare të fëmijëve me aftësi të kufizuar këtu në Kamës. Do na tregoj rreth pasionit të tij që ka për poezinë, vështirësive me të cilat është përballur, por unë pa humbur kohë, po shkoj ta prezantoj dhe po shkoj ta takoj Dritan Thomara. Më ndiqni mua. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni? Mirë, si jeni juve? Mirë se erdhët në qendrën tonë. Kemi ardhur në punën tuaj se na tregoni sot ditën tuaj. Atëherë, kalojmë në ambientet të shikojmë. Prej sa vitesh keni që punoni si recepcionist në qendrën multifunksionare të fëmijëve me aftësi të kufizuar? Atëherë, unë kam 2 vite që punoj si specialist i informacionit këtu pranë qendrës që ndodhet në Valias. Është një nismë shumë e bukur e bashkisë që për të ardhur në ndihmën të gjithë fëmijëve me aftësi të kufizuar, një nismë që do të doja të ishte edhe në kohën time kur unë kam qenë një fëmijë, sepse i ndihmon që ata të zhvillohen për një jetesë të pavarur në të ardhmen e tyre. Pra ju nuk e keni pasur një mundësi të tillë? Jo, me thënë drejtën, nuk e kam pas këtë mundësi. Për këta fëmijë është një mundësi ardh, duhet përmendur kjo. Çfarë ju frymëzon çdo ditë në punën tuaj në këtë qendër? Duke qenë se edhe vetë jam një person me aftësi të kufizuara, ardhja këtu çdo ditë më frymëzon për vetë faktin sepse më duket sikur ju jap diçka nga i pozitiviteti tim, ma jap edhe këtyre fëmijëve. Mundohem që edhe me familjarët e tyre të përcjell të njëjtën energji, sepse duke i ndihmuar ta fëmijë, duke i frymëzuar që në hapat e para të jetës së tyre, i bën ata më të pavarur dhe le të themi i bën ta ndjejnë më pak këtë stigmën e jetesës si person me aftësi të kufizuar. Si ndikon kjo sfidë jetësore juaja në punën e përditshme tuaj? Unë kam vite që çdo ditë mundohem të përshtatem me çdo gjë dhe jetesa me aftësi të kufizuara duhet të jetë e tillë. Njeriu duhet të përshtatet, të gjejë mundësi të reja, të kërkojnë nga vetja, të kërkojnë nga shoqëria dhe kjo të ndihmon për të kaluar të gjitha këto sfida një mbas një. Si ka qenë mbështetja nga familja apo komuniteti që ju ka rrethuar në të arrini këtu ku jeni sot dhe të keni këtë punë? Unë kam pasur gjithmonë mbështetjen e familjes, që nga fëmijëria ka qenë mbështetja ime më e madhe me prindrit, me gjithë familjarët e mi. Dhe një nga sfidat e mia ka qenë arsimi dhe mbështetja që më ka dhënë familja, mbështetja që më ka dhënë komuniteti për të vazhduar arsimin, më ka dhënë edhe një shtysë për të ecur përpara dhe për të arritur këtu ku jam sot. Cila ka qenë gjëja më e bukur që ju ka ndodhur ju gjatë punës suaj këtu në qendrën multifunksionale të fëmijëve me aftësi të kufizuar? Po ne kemi pothuajse çdo ditë nga një gjë të bukur. Kur je në një komunitet, gjithmonë do dalë diçka e bukur gjatë ditës dhe nuk e di nëse mund të specifikoj diçka të veçantë. Po le të themi që gjatë gjithë punës time kjo intervistë me ju është gjëja më emocionuese që po më ndodh në këtë punë dhe ju jam vërtet falënderues që ma dhat këtë mundësi dhe duke dhënë këtë intervistë me ju. Si e shihni rolin e institucioneve në mbështetjen e personave me aftësi të kufizuar? E vërteta është se ka akoma shumë punë për të bërë, për të arritur atë standard që të gjithë ne personat me aftësi të kufizuara kërkojnë. Por duhet ta pranojmë edhe faktin që në këto vite institucionet kanë evoluar me ligjet, me mënyrën se si trajtojnë personat me aftësi të kufizuara, me qasjet e reja që kanë sjellur tek këta persona dhe shpresojmë që kjo frymë e re të vazhdojë edhe në të ardhmen.
Çfarë do donit ju të ndryshonit? Çfarë nuk është bërë mirë? Ndoshta le të themi që do doja të ndryshohej fakti që personat me aftësi të kufizuar duhet të shikoheshin me një sy pak më optimist dhe ndonjëherë të hiqen disa barjera që janë të panevojshme, të cilat dashur pa dashur edhe institucionet e kanë vendosur, qoftë edhe për çështjen e punësimit, qoftë për çështje të arsimit, që siç e thash, në ditët e sotme është përmirësuar shumë kjo gjë. Çfarë pasioni keni ju? Di që ju pëlqen të shkruani poezi. A është e vërtet? Po, poezia është një nga pasionet e mia më të mëdha. Jam botuesi i 2 librave. Valsi Valde është vëllimi im i parë dhe Guernica e ri është vëllimi im i dytë. Në këto vite kam ecur së bashku me poezinë, ajo ka qenë si një mbështetje ose si një libër ditari, le të themi, që sa herë ndihesha i thyer në vetvete, shkoja, shkruaja një poezi dhe ajo sikur më lëronte, më bënte të ecja përpara, duke më frymëzuar dhe duke më dhënë forcë në çdo ditë. Gjithashtu unë kam pasion edhe aktrimin. Aktroni? Po. Kam marrë pjesë në 3 drama, një komedi, me trupën e teatrit Rikthim, një trup amatore që prej vitesh ka sjellë shumë aktivitete të bukura dhe kam qenë pjesë e saj gjatë gjithë kohës. Cila është ëndra juaj më e madhe që doni të realizoni? Ëndra ime më e madhe. Njeriu çdo ditë lind me një ose zgjohet me një ëndër të re, prandaj nuk e di cila do të ishte ëndra ime më e madhe, por shpresoj që të gjitha ato ëndra që un kam në të ardhmen t'i plotësoj dhe të realizohen pak nga pak. Cila është sfida më e madhe me të cilën ju përballeni çdo ditë? Në një farë mënyre, siç e përmenda edhe më përpara, un jam updetuar me sfidat e mia dhe po mundohem që çdo ditë ta kaloj me lehtësi, pa i vështirësuar gjërat, pa më vështirësuar gjërat. Edhe në shoqëri kam pas një qasje shumë të mirë, kam pas mbështetje dhe kjo më ka ndihmuar shumë. A jeni paragjykuar ndonjëherë nga shoqëria? Tani, kjo çështja e paragjykimit duhet të parë një këmbvështrim të gjerë, sepse në jetën tonë përditshme të gjithë paragjykohemi për një gjë apo për një gjë tjetër. E vërteta është që edhe mund të jem paragjykuar nga persona të tjerë, po kur ka njohur dritanin, ka njohur aftësitë që ka dritani përtej aftësisë së kufizuar, kjo paragjykim është shkrirë dhe nuk ka ndodhur ose nuk ka ekzistuar më. Cili është shembulli që ti ndjek në jetë? A ke një të tillë? Tani, një shembull që unë ndjek në jetë. Shembull është çdo gjë. Këta fëmijët që shikoj këtu më japin një frymësim gjithashtu për të ecur në jetë. Persona të tjerë që shikoj në rrugë me aftësi të kufizuara, ndoshta edhe më të rënda se sa unë, më japin një frymëzim, sepse njeriu nuk duhet të ndalet dhe të mendojë vetëm për aftësitë e tij apo mos aftësitë e tij. Duhet të kërkojë nga vetja, duhet të kërkojë nga shoqëria dhe duhet të ecë çdo ditë, nga pak derisa të arrijë ato qëllimet e vet. Ndalim pak sërish tek poezia. Sa kohë dedikoni asaj? A shkruani çdo ditë? Atëherë poezia nuk është me sa kohë përkushton apo shkruan çdo ditë apo jo. Poezia është një muzë e cila vjen në një moment, e shkruan, pastaj duhet ta rishkruash, ta rishikosh. Është një proces që zgjat, mund të zgjas ditë, mund të zgjas muaj, mund të zgjas edhe vite. Një poezi e mirë asnjëherë nuk del për një moment. Më thatë pak më herët që poezia ju frymëzon, po a keni ju një vend që shkoni aty dhe gjeni vetëm për të shkruar? Po, ndonjëherë vendi im ideal për të shkruar poezi është në kafe, madje shpesh herë shumë poezi të mia i kam të shkruar sipër faturës së kafes dhe aty nisin, pastaj zgjerohen më mbrapa, siç të thashë, kam poezinë një proces i cili nuk mund ta themi që e kam përcaktuar në një moment. Përveç punës dhe poezisë, si e kalon kohën e lirë? Mua më pëlqen shumë të lexoj, gjatë gjithë kohës lexoj libra, por gjithashtu më pëlqen të merrem edhe me përpunime digjitale, siç janë graphic design dhe proceset e tjera të punëve online që mund të ofrohen në ditët e sotme.
Keni botuar 2 libra, por a e keni menduar që të botoni edhe një të tretë? Në planet e mia sigurisht që është një libër i tretë, por prej disa vitesh ky proces është ndërprer pak dhe ende nuk e kam gjetur veten për të vazhduar me librin e tretë. Kam disa libra që kanë ngelur për gjysmë, por që shumë shpejt do të përfundojnë dhe do dalin në botim. Do na lexosh një nga poezitë e tua? Po, do t'ishte kënaqësi. Guernik e re. Ere mykt vërtitet në këtë stin, në këtë motë, në këtë dekadë, ku shekulli aborton kryqet e mi veçari të lodhur, nga spazmat e lindjeve të ideologjive të një zoti të rrem. Plogështia e shpresës lëkun velat e vartës Noes. Një guernik e re rajvizohet në tablot e përgjakta, që mbartin lisupe apostujt mbameno. Paganët tjerrin mjekrat e prera, giotinave që shpiku, humani me ndjepret. Lindjes fryhen dall glotësh, në gjysmë hënë, shformuar në mjegulla maskash të zeza. Tehu i klitmave foshnjore mbrehet nën bomba. Cili është mesazhi juaj për personat me aftësi të kufizuar që përballen çdo ditë me sfida? Çfarë mesazhi do jepje për ata? Atëherë të japësh një mesazh për personat me aftësi kufizuar, them të vërtetën është disi e vështirë, sepse vështirësitë që mund të ketë gjithsecili janë të ndryshme dhe ndoshta një mesazh i gabuar mund të ndikonte për keq tek këta persona. Por ajo që do t'ju thoja gjithë personave me aftësi të kufizuar është që kur mos ndaloni së ndërruari, kur mos ndaloni së përpjekuri për jetën tuaj, çdo ditë, çdo gjë nga pak për ta përmirësuar jetën e tyre, për të dalur sa më shumë, për mos të ngelur penge paragjykimeve, për mos të ngelur penge barrierave që mund të hasin nga shoqëria, mund të hasin nga ambienti ku jetojnë dhe shumë pengesa të tjera që ata mund t'i kenë në jetën e tyre. Vetëm vazhdoni dhe mos ndaloni asnjëherë së përpjekuri. Kjo është mesazhi që unë dua t'ju përcjell të gjithëve. Dhe me këtë mesazh të bukur që na dhat, unë ju falenderoj shumë për kohën që i dedikuat emisionit tonë dhe ishte kënaqësi të ndodhesha në vendin tuaj të punës. Faleminderit shumë. Ju falenderoj edhe juve për intervistën dhe ju uroj suksese në intervista të tjera të tilla. Ma jep? Wali Nadi. Shumë faleminderit. Ma lërt. Okej. Wali Nadi. Bravo. Ciao.